Në strukturën ligjore të Kosovës, punëdhënësi nuk mund t'i largojë punëtorët nga puna pa një procedurë. Për të qenë më të qartë, shefi nuk mund të zgjohet në mëngjes dhe pa ndonjë arsye të largojë punëtorin nga puna. Ligji i punës ka paraqar rregulla specifike se si menaxheri apo punëdhënësi mund t'u largojnë nga puna. Ndërprerja e kontratës së punës sipas ligjit zhvillohet në procedurë, e cila duhet të ketë masat disiplinore dhe vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Kjo nënkupton që ndërmarrja duhet që para çdo ndërprerje të kontratës të zhvillojë një procedurë. Në rast se ju largoni nga puna për shkak se keni bërë dëme dhe keni shkelur rregullat, punëdhënësi duhet të zhvillojë një procedurë disiplinore. Në rast se ju largoni nga puna për shkak të mungesës së performancës, punëdhënësi është i obliguar t'ju bëjë një vlerësim të performancës. Në rast se ju largoni nga puna për shkak se ndërmarrja është duke falimentuar, atëherë punëdhënësi duhet të ofrojë dëshmi për krizën financiare. Në çdo rast kur ju keni kontratë dhe procedurat e mësipreve nuk janë ndjekur, ju duhet të inicioni procedurën në ankesës në Inspektoratin e Punës. Procedura është pa pagesë dhe ju gjatë kësaj procedure mund të rifitoni vendin e punës. Inspektorati mund të nxjerrë vendime për shkeljen e të drejtave tuaja, ndërsa pas kësaj ju mund t'i drejtoheni gjykatës për të kërkuar kthimin në punë dhe kompenzimin e pagave të humbura. Në 10 raste deri me tani punëtorët kanë fituar gjyqin dhe punëdhënësit janë obliguar t'i kthejnë punëtorët në punë dhe t'ua kompenzojnë pagat. Andaj, mos hesht, nëse je larguar nga puna, ankohu për të fituar të drejtën tënde. Raporto se cilin biznes që shkel rregullat. Raportoni në kallxo.com dhe në 044 22 44 98.